Ligji për sektorin e energjisë elektrike do të rishikohet. Lajmi u bë me dije nga Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku. Gjatë tryezës mbi sistemin elektroenergjetik, arritjet, sfidat dhe masat e marra për menaxhimin e sezonit turistik, të zhvilluar me përfaqësues të institucioneve të sektorit. Duke hapur negociatat për antarësim të grup kapitullit numër 4, i cili përfshin agjendën e gjelbër edhe ndërlidhjen e qëndrueshme. E gjithë kjo punë na vendos përpara një përgjegjësie shumë të madhe, jo vetëm gjatë procesit negocimit, por edhe për përmbushjen e angazhimeve të ndërmarra, për të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore që duhen performuar, siç është dhe rasti i ligjit për sektorin e energjisë elektrike, i cili tashmë është në draftin e tij final, dhe ne planifikojmë që shumë shpejt ta hedhim për një konsultim publik të detajuar me të gjithë grupet e interesit. Balluku riktheu në vëmendje performancën e sektorit që solli uljen e çmimit të energjisë elektrike për abonentët familjar. Oshe grup një performancë shkëlqyer që gjatë vitit 2024 u kurorëzua me një fitim prej 7.3 miliard lekësh. Duke na dhënë kështu mundësi, së bashku me performancën e mirë të OST-s dhe të kesh, që të bënim një ulje të rëndësishme të çmimit. Duke theksuar rëndësinë që ka leximi i matësve, sipas skemës së tarifimit me fasha që aplikohet aktualisht, u bë me dije se ka vende vakante dhe për 60 lexues të tjerë, ndërkaq që administratori OSSH u ndalte investimet e kryera në rrjetin elektrik dhe masat për menaxhimin e sezonit turistik, duke marrë në konsiderat rritjen e ngarkesës në zonat të caktuara. Ai përmendi investimet në zonat bregdetare, si dhe në zonat malore, specifikisht në Thet dhe në rajonin Koplik Tamar Vermosh. Planifikimi i investimeve nuk bëhet më për të kaluar situata emergjente, por bëhet për të parashikuar rritjet e vrrueshme që ne do të kemi vit mbas viti. Por jo vetëm vijim bregdetare, por edhe në zonat malore. Ne kemi filluar një seri investimesh që do t'i paraprinë zhvillimeve për disa dhjetra vite. Aktualisht po punohet dhe për identifikimin e zonës ku do ndërtohet në stacioni elektrik i Shëngjinit, teksa në mbyllje të takimit, Balluku solli në vëmendje luftën ndaj informalitetit në sektor, veçanërisht në disa rajone ku vjedhja e energjisë është më e madhe.